Qëre dorën zamër i troshko ka asfalti, veç me konë që rrën. Administratori nuk je pas parë, hesh marrë me këfyrë me... Dikur se din rrugën, për shkakun mund më i me shpejtësi, atëherë aksidenti ai gashëm. Po, unë jam pronari. A je pronari i tokës a? Po. Është prunë private kjo? Pa shpërndsume. Kjo konar. Po, a? Po, për zotin deri që të qenë. Përshëndetje Burim, si je deshta me ju njoftu për një problem serioz në rrugën Klini Stog, në drejtim nga Peja Mitrovica. Kjo rrugë është shumë e qarkulluar dhe si që shihet në foto, një pjesë të trotuarit dhe anash së rrugës është shembur krejt, duke paraqitur rrezik për vozitësit dhe kalimtarët. Sigurisht kjo është përgjegjësi komunale, për shkak se është rrugë magjistrale që lidh dy qytete. Hajde shkojna e gjejna në Krushev të vogël Qenka. Që kjo është situata, po e sheni njerëz, asfalti është krejtësisht i shembun, është e shembne edhe kjo pjesa e trotuarit, që këqëreni njerëz. Do me thonë edhe kjo shtylla e ndriqimit është shkatëru krejtësisht, është ra për tokë, normalisht ko mu bo investim tjetër, ta është ko me u vendos shtylla e re, e të mërshme. Qëre këto, ka gja një farë cope asfalt. Qëre dorën zamër i troshko ka asfalti, do me dem, veç me konë që rren. Apo më kallëzën që kjo rrugë në që gjendje, që sa është qështu? Onë gjendjet një rrugë për shumë, ka sa kosë, nuk mjerë kosë me ta, barë me këshyrë, me rrgullu, po banë të kolona preshin 20 minuta, dherën 30 minuta preshin. Dhe i 30 minuta? Po, preshin të kolona ma. So pe keni vështirë me kalu kënej, so po ja u vështirësën jetën qarkullim? Po, kjerë shumë atë, po kena probleme, edhe po ndodhin të ndeshje, po banë të ndeshje të rrugë. A ndodhin ndeshje shpesh, a? Ka herë rrallë, jo shpesh, ka herë po ndodhin ndeshjet, policia po thonë se jo në rregull, tha. Kjo ka vitë se më kry, tha, mrena 2 mujve. Mrena 2 mujve, që sa është kështu zotni? Kjo ka 4-5 muj, ka, po... 4-5 muj, a? Po, administratori nuk je pas parë, hesh marrë me këfyrë me rrugë të qanë të rrugë, për i stokë, për gjithë ka kjo rrugë këtu. Po. E vjën ta, kjo këndohë. E pse u shamë kështu, prej të reshërave? Po, o konë toka, kjo konë e sotë, konë i Toka e shamë. but. Atër të reshët e kanë një mu dhe kanë punë gjithë këtë gjendit. Qëre sa shtirë është, sa sfiduse, do me thonë këto, në bazë të asaj edhe që kanë afat qytetari ndodhen aksidente, për shkak se kur ka fluks më të madh të trafikut këto bëhet kolona. Do me thonë nuk ka shenjzim. Qish po e shene, shenjzimi po menej këto konat jenë vendos kënej sa për me tregu që s'u futesh për me ra krejt poshtë. Mirë po, as nuk ka semafor, as nuk ka nej shenjë para lajmëruse që t'njofton para prakisht, qëre mrapa, që t'njofton para prakisht që jetë u fut me një rrugë e cila është e shembun, ka rrezik për shembjet më të tjeshme, që e kemi edhe një kalimtar këto, i cili normalisht nuk ka trotuar, detyrohet me ecë në rrugë. Përshëndetje zotri. A mund është me na tregu që sa është këtë gjendje? Po, unë jam pronari. A je pronari i tokës a? Po. A është prunë private kjo? Pa shpërndsume. E pa shpërndsume? Po. Okej. E çish ka ndodhur, çish ka ardhur deri te kjo gjendje, do me thonë? Po shif, kjo puna është bon, jo knas. E vërtet, më u pas bo qish do, s'kish ardhur deri qëto? Shif, ato i kanë nu ato gypat e betonit këtu, po kur e kanë nu plakat, kanë qitë do zaltim të dhe zhavora, rana, si dërë, nuk ka ras. Okej. Ka hy ujtë, ka ardhë ujtë, nuk është, kanali nuk është për sel, ka ardhë ujtë, ka hy, kur ka hy ujtë, ka bëjt ranën, edhe atëherë ka shqit to, ka qërë, është teri atje, ku është bari i gatë, atje ka shku dheu. Ua, e so pe keni sfidu se kënej me kalu, sa ja u ka Po vështirësu shif, jetën? shif, ka pas disa cikrimit kjerëve këtu, po i pa pasuja. Pa pasoja, ama aksidente ka pos? Ka pas. Apo bot kolon kënej tash Po shumë e gjatë, sa kamioni atje ku është, e deri këtu presin, e ka tjertë kënena, kështu që ka pengesa. Tash, për momentin, unë nuk kam e leju këtu më punu, pos ku qitet muri, mbrojtës.
Po. Atëherë do të mund të punojnë, për ndryshe se nuk është shpërndësume. As na kanë pagu kur. Rruga ka qenë përpara. Rruga është e jote. Jemi a shifti ka është. Për skaj murit, Po. edhe ajo shtëpia jeme, unë e kom punuar shtëpi. Po. Edhe ata e kom punuar, po tash vllau e ka atje. Po. Shkon të kështu për skaj, aty, për skaj edhe po kthej me një farë lakore të vogël, del ke ku është ashaj busi vogël. Kjo e konar. Po, a? Po për zotën deri që të që. Deri edhe një metër e qka. Është edhe shtash me hime ko po të zhavar atje zalë si e ka në shtrume. Se vike rruga pe atjet. Po. E atëherë e punun në nreshin e as në kanë pyten atëherë se a monet as monet as nuk është konsu as Heqa? Jo, 65 ari i ka të marrën prej ati fresha i shtylës e deri atje ku është si 65 ari arjen të marrëme. Po. Pa shpërndësume. Pa shpërndësume për rrugë. Po. Qërë thashti, po vrejët që edhe kjo, qa me qujtë, shëtitoria, trotuari që është vendos këto, është relativisht i ri, në basë në gjyrës të kubzave, mirë po, qka të vynë kubzat, kur nuk e ka bazën e fort rruga, që shpo e sheni kanë shku pashtë krejt, ashti do të, një investim i ri mu bo për me këthy në gjendjen e më parshme. Po e shëtë që po qarkullon, qka po transporton, dhe? Vaj, po. Ka zëmë sa shtirë për ki me kalu kënej me rrugën që gjendje, do me thonë, e të mërshme. Edhe fështirë, pak, po edhe rëzik. Se do se s'pedin rrugën, u kem pak problem mu shpëndru këtë. Të na kogja rëzik për dë njerë, se mujnë almos mi po tabelat për shambull. E vërtet. Edhe kogja Po s'ko shaja hetë, që atje po mdo këtë një shaje këshin qitë. Ja shaja s'ka të mjaftushme për këtë gjendje të rrugë sa. E vërtet, gjendja shumë e keqja dhe kogja një farë cope, tash po do të me unall njëna pjesë, mi e për parësi kalimi pjesës tjetër, që do me thonë. Problem, për shambull dikush se din rrugën, për shambull mund më i me i shpejtësi, atëherë Qashto? aksidenti janë i gashëm. E vërtet. Gam, që tash kena me fol me zëvendës ministrin, kena me provu me kontaktu me të zotin Zef Morina dhe me vetë qka është puna. Mos harroni, që to storjet e mija në teren kishin qenë të pa mundra, mos të kishë qenë posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë, Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika dhe Babun Kosova. Top platforma komuni me përësit, ushqim e downloadani në App Store. Okej, hajde tashti po provojna Zef Morinën, zëvendës ministrin e infrastrukturës me kontaktu, të këshyro ma përna përgjigjet, na i shkrojtën para prakisht asistenti ti e njoftu me problematikën, na tha që e njoftën zotin Zef Morina dhe na vjen me një përgjigje, po si do qoftë halos kemi marrë përgjigje, po provoj me kontaktu direkt me zotin Morina. Nuk e hapë, do me thonë që kena me bo tash, sigurisht nëse nuk lajmërohet në kohë për deri në publikimin e kësaj historie, eventualisht ko me u lajmëru e di se asnjëherë nuk ka ndodhë mos me u lajmëru për nej problematik, kështu që na e publikojmë storien qashtu qysh me qatu materiale që i kemi edhe në momentin që e marrim një përgjigje bëj zotit Zef Morina, e publikojmë një storje dytë me përgjigje ti, sigurisht na kena me provu me morë një datë për i zotit Zef Morina kur ka me u intervenu atë edhe mas nej me pas ma të letë me majtë për fjale për ndryshe, unë jam burim pacolle me që ta mërë në gjerin kejtë platformat, siguroni një follow me ma bo.